Tani më lejoni gjithashtu me që deputeti Zoti Balla është fiksuar me këtë punë e çantave me para edhe me Bashën. Doja t'i kujtoja Zotit Balla që nëse i kujtohet para një viti një mashtrues i dërgon një SMS një sipërmarrësi dhe i thot më sill 100.000 euro. Jam Tauland Balla, më duhen 100.000 euro. Dhe sipërmarrësi, pa verifikuar, pa pyetur, merr të 100.000 euro dhe ja çon këtij mashtruesit. E keni dëgjuar apo jo? Ha? Dhe ja çon. Pse? Sepse i dukej normale edhe besueshme që Tauland Balla ti kërkonte 100.000 euro. Zoti kryetar, nuk janë ndërpret fjalën. Tani, ju lutem. Bëri të njëjtën gjë. Për amendamentin, nuk bëri të njëjtën gjë. Diskutim politik. Bëri, të lutem, zoti kryetar. Po të lutem. Foli para meje. Fjala është për amendamentin. Jo, çfarë të them tani? Zoti kryetar. Nuk është fjalë për diskutim. Zoti kryetar. Debat. Jam në kohën time. Jam në kohën time. Tani, Taulanti di që politika bëhet me çanta me para. Edhe e ka të pa imagjinueshme Taulanti që unë mund të kem hyrë në politik pa paguar, thotë, është e pamundur. Ashtu si ishte e besueshme për atë sipërmarrësin të cilit i erdhi një mesazh ku shkruaj jam Tauland Balla, më duhen 100.000 euro, edhe ai pa pyetur fare, mori çantën, i futi në një taksi dhe do ja çonte Tauland Ballës. Kjo është çmenduria. Për një gjë të tillë, një politikan me pak dinjitet, me shumë pak dinjitet, do ishte zhdukur nga skena politike, kurse Tauland Balla na bën moralin. Kushtetuta e Republikës i jep të drejtën kryeministrit të delegoj. Dhe në rastin fjalë, se s'po të përgjigjem ty faron. Pushoti se ty s'të kam refene fare, po flas me kryetarin e kuvendit. Ty shko merro me Lulin ti, fërkoje se po tha po foli Luli ike ti. Baje mirë me Lulin, gjo mua se di shumë Luli si sillje çanta ti. Me mua do merresh ti? Po, o zotri, tani, sepse ajo teatri sot i pa ndodhur prap në 30 vjet, që çohet ky dhe çon me buton një 10 nga këta. Çoni ju tak 10 u çon këta. Çfarë është ajo? Ku është para ajo që u çuan 10 këta edhe u plotsuan 10 firma? Ku është para kjo? Si është kjo punë? Kshu jepni firmat ju më? Kshu jepni firmat ju? Me të shumën goma? Po çoni një herë më shtesin ai 28 një. Çoni 28, shi bëjmë kandidat. Agron Sheja i kandidat për avokat populli. Çoni. Pse s'çoni ju? Tani të lutem shumë. Kemi 3 orë këtu presim interpelancat. Vjen ministrat mbajnë interpelancat. Interpelanca zbëhet. Pastaj thot s'respektohet rregulloria. Deputetët e Partisë Demokratike i çon goni me buton. Prandaj zoti kryetar, megjithatë, përsëri për t'ju mos ju vënë ju në pozit, ka një nen tu që interpretuesi fundit e rregullores jeni ju, po e respektoj atë që vë that ju që ta hidhin votim, diçka që nuk hidhet në votim, por po ta them zoti kryetar dhe ta dini, interpelanca sot quhet e ezauruar, që t'jemi të qartë. Interpelancë tjetër për këtë çështje nuk ka. Faleminderit shumë. Është e qartë gjithashtu që ju keni vendosur ta rrëmbeni avokatin e popullit. Por kjo nuk është ndonjë çudi e madhe dhe nuk duhet na habis, sepse tani që ne flasim këtu në këtë sallë, në një sallë tjetër po vendoset kreu i Spakut, kreuri i Spakut. Dhe aty janë mbledhur të gjithë ambasadorët, nuk ka vend për gazetarët, sepse kanë frikë se ju rrëmbeni edhe kreun e ri të Spakut. Imagjinoni se çfarë poshtërimi që po ju bëjnë ambasadorët, që po i bëjnë kësaj magjorance. Kështu që ftoj kolegët opozitar ta pranojnë se s'kemi ç'a të bëjmë, e kanë vendosur ta rrëmbejnë, janë lojra të ulta, të vazhdojnë ta bëjnë. Tani, diçka tjetër, zoti kryetar, më pak e rëndësishme kuptohet.
se rëmbimi i kreut të spakut. Kam kërkuar një interpelancë, keni thënë që interpelanca është sot. Ju kemi pyetur nëse do jetë kryeministri apo nuk do jetë kryeministri. Akoma nuk keni ndonjë përgjigje. Nëse nuk është kryeministri, zoti kryetar, kërkoj që interpelanca të shtyhet. Sepse kjo praktika juaj për të shmangur ballafaqimin është në shkeljet rregullores. Rregulloria është e qartë, zoti kryetar. Kryeministri, ne kemi të drejtë të kërkojmë interpelancë ose me ministrat ose me kryeministrin. Qa kuptimi ka nëse kryeministri mund të zgjedh të delegoj një ministre? Se unë po të doja interpelancën me ministren Koçiu, ajo ma tregojër në fundit, e marrë telefon, më merë telefon, tha, nëse ke ndonjë javë, më tha më merë telefon, unë e merë janë telefon, s'kam nevojë të bëj interpelancë me atë, unë kam kërkuar interpelancë me kryeministrin, është një drejtë që më takon si pas rregullores, në asnjë gërm të rregullores nuk është shkruar që kryeministri mund të delegojë dikë tjetër, se çfarë kuptimi ka? Hiqeni atë, ndryshoni rregulloren, që kryeministri nuk e kërkon dot. Fjalë ka zoti Sheha e vijoni. Kërkova interpelancë me kryeministrin dhe jo me ministrin e brendshme. Nuk është parashikuar as gjikundi në rregullore, më gjeni ku është, gjejnenin, më thuajnë në cilin janë shkruar në rregullore që kryeministri mund të shmangi interpelancën. Tani, unë e kuptoj shqetësimin e Taulantit, e kuptoj shumë. Tani, me qëtësi. Tani, kërkova... Tani, unë e kuptoj shqetësimin, realisht e kuptoj shqetësimin. Sepse në fati këtij vendi dhe kryeministri nuk është më i përqendruar në çfarë ndodh në kuvend, sepse fati i këtij vendi nuk po vendoset këtu në këtë kuvend, po vendoset diku tjetër. Dhe kryeministri i Shqipërisë ka halle më të mëdha për të zgjidhur tani, se të dalë në një interpelancë për një çështje që ka të bëjë me jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar. Kryeministri ka hallin e Belinda Ballukut. Është hall i madh, është hall i jashtëzakonshëm. Imagjinoni sot Edi Rama ishte në një event me paturpsinë më të madhe, çmenduri. Ka dalë në 30 dhjetorin e prokurimeve publike, e agjencisë të prokurimeve publike, dhe po mburej për arritjet e Shqipërisë, e kësaj qeverie në luftën kundër korrupsionit. Çmenduri. Tani problemi është që Edi Rama dhe kjo maggiorancë kanë humbur moralin, kanë humbur fabulën, nuk kanë më një fabull, janë bërë të pabesueshëm. Imagjinoni, ora kanë dalë përgjimet. I keni dëgjuar apo s'e keni dëgjuar përgjimet? Kanë dalë përgjimet ku Belinda Balluku, bartësja e Edi Ramës, si fillim anullon një tender, se kështu kam një ndjesi, thot. Pastaj del që mbyll një kontratë me një kompani turke, është përgjimi ku mbyllin kontratën para se të rjapet tenderi. Dhe pastaj përgjimi i fundit, ku Belinda Balluku shpall fituesin. Pikërisht atë kompani me të cilën thuhet në përgjime që kanë pranuar kushtet e kontratës. Belinda Balluku ka diskutuar kushtet e kontratës me një kompani e cila nuk ishte akoma nuk ishte futur në tender. Totalisht jashtë kërkesës. Jeni totalisht jashtë. Tani unë kuptoj që kjo është falje, por të lutem respekto rregulloren dhe respekto kolegët që po presin këtu të trajtojnë rendin e ditës. Ju lutem flisni lidhur me interpelancën. Jepni argumentat tuaj pse duhet të hiqet nga rendi i ditës. Po flas, zoti kryetar, për këtë po flas, e kuptoj që u shqetëson, e kuptoj që ky është thelbi dhe për sa kohë ne këtu vazhdojmë. Dhe flasim për gjithçka. Vetëm, shiko, unë në radhë të parë duhet të respektoj qytetarët shqiptar. E para, votuesit shqiptar.
Këta duhet të respektoj. Dhe mënyra se si unë i respektoj, zoti kryetar, është duke folur për vjedhjet tuaja, për mënyrën se si ju merrni parat, nga onkologjiku, nga arsimi, nga spitalet, nga fermerët, dhe i fusni në xhepat tuaj. Ky është respekti. Kështu e tregoj unë respektin për qytetarët shqiptarë dhe për votuesit shqiptarë. Dhe jo duke u marrë me broçkulla, duke u ardhur pas avazit juve, jo e odhe firmën, jo se odhe firmën. Duhet të flasim për thelbin, 50 milion euro me një SMS, janë vjedhur 50 milion euro me një SMS, zoti kryetar. 120 milion euro të bankersit, zoti kryetar. Nëse do ishin marrë, nëse do ishin vjel, do ishin dyfishuar pensionet. Rritja e pensioneve do ishte dyfishuar. Nuk do ishin 100 më shumë, por 200 milion euro. 120 milion euro. Për këtë duhet të flasim, zoti kryetar. Duhet të flasim për faktin se si kjo qeveri... Do flasësh për rendin e ditës, nuk e vendos ti për çfarë flet. Do flasësh, do respektosh rendin e ditës dhe rregulloren. Ti mund të kesh në mendje shumë teza, shumë mund të jesh dhe prokuror dhe gjyqtar dhe shpallësh dënime, mund të jesh dhe ekzekutor, nuk e di, po jo në këtë sallë. Po dhe ju mund të jeni, dhe ju në këtë sallë respektosh rregulloren, edhe do flasësh, juve mund ta ktheni rolin tuaj rregullores, për ndryshe nuk mund të flasësh dot. Ju mund ta ktheni rolin tuaj si drejtues të kuvendit në avokatin e Belinda Ballukut dhe të Edi Ramës. Por kjo nuk ju nderon. Ju nuk jeni këtu për të gjykuar se çfarë them unë. Ju jeni këtu që të respektohet rregulloria. Dhe jo të gjykoni se çfarë. Shumë faleminderit, mos e ngri zërin. Me mua mos e ngri zërin edhe kujdes fjalët që përdor, sepse askush nuk ta ka borx të tregosh me gisht. Nuk ke asnjë lloj të drejte, as morale, as ligjore të tregosh me gisht. Dakord? Dhe po, patjetër që unë jam përgjegjës edhe për çfarë flet kur flet jashtë rregullores. Kaq. Ai është në rol, është në rregull. Sa kohë që është në rol, o zoti kryetar. Unë nuk kam dëgjuar në fjalën tuaj që ju t'i keni refuzuar të drejtën zotërisë për të bërë interpelancë. Ky teatri që sapo dëgjuam është i pabazuar rregullore. Ju nuk refuzuat të drejtën për të bërë interpelancë. Ju zbatuat kushtetutën dhe traditën parlamentare. Kushtetuta dhe tradita parlamentare, zoti kryetar, të thotë që kryeministri ka të drejtë ta delegoj. Kam 21 vjetu. Kam kërkuar 40 interpelanca me ata aty. Nga të cilat vetëm 2 janë bërë me atë. 38 janë bërë me ministrat që ka deleguar zotëria. Edhe ministri marrë në parlamentin, edhe zëvendëskryeministri e tjera.